Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 24 nga mësimet në shqip. Sot do të shikojmë një nga shtyllat kryesore të programimit. Tre shtyllat kryesore të programimit janë, si më poshtë, enkapsulimi, inheritance ose trashëgimia dhe polimorfizmi. Do të shikojmë të gjitha me radhë, por sot do të përqendrohemi tek pjesa e enkapsulimit. E kemi përmendur edhe në disa raste të tjera, shkurtimisht, por sot do shikojmë shembuj konkret. Me pak fjalë, enkapsulimi është mënyra se si një gjuhë fsheh implementimin e brendshëm të objekteve dhe ruajtjen e integritetit të dhënave të saj. Procesi i enkapsulimit bëhet me ndihmën e access modifiers që e kemi trajtuar në tutorialin e 22. Le të marrim një shembull konkret pse të dhënat e brendshme nuk duhet të jenë të aksesueshme direkt nga instanca e objektit. Le të krijojmë një klasë të quajtur person, e cila ka vetëm një variabël me emrin age. Le ta vendosim public int underscore age. Ky është emri që unë po i vendosi për momentin. Tani, nëse ne duam të krijojmë një objekt të kësaj klase, ne mund të themi person, japim një emër të çfarëdoshëm baraz me new person. Problemi qëndron në faktin që vlera e integjerit ose integeri vet underscore age është i aksesueshëm nga çdo lloj objekti që kemi krijuar me anë të klasës person. Po ta shikoni, kjo është public dhe ne mund t'i vendosim një vlerë të çfarëdoshme. Deri këtu jemi në rregull, por lind pyetja, po sikur ne tentojmë të vendosim person underscore age është e barabartë me një vlerë shumë të madhe. A na lejon kompjuteri? Po, normalisht na lejon, sepse nga ana e kompjuterit ai nuk e kupton që age duhet të jetë ndërmjet dy vlerave që ne mund të përcaktojmë. Pra nga 0 tek një vlerë tjetër, po them tek 130 maksimumi. Pra s'ka kuptim nga ana praktike që mosha të jetë një numër shumë i madh apo të jetë një numër negativ. Ky është problemi kryesor që zgjidh enkapsulimi, sepse me anë të enkapsulimit tashmë ne variablin underscore age nuk e lëm public, por e vendosim të jetë private dhe nuk është aksesueshme nga jashtë. Dhe po të shikojmë këtu lart, nëse ne tentojmë të vendosim një vlerë të caktuar, ne nuk arrim ta bëjmë këtë sepse vlera e këtij variablit është e pa aksesueshme. Pra, siç e thash edhe më përpara, enkapsulimi është vendosja e variablave brenda klasës private në mënyrë që të ruhet integriteti i tyre, mos të cënohet nga jashtë logjika se si e kemi ndërtuar ne klasën. Por lind pyetja, si mund të aksesojmë ne këtë variabël nëse nuk përdorim këtë mënyrë? Pra, si mund të vendosim vlera të caktuara të moshës në një mënyrë tjetër, duke mos cënuar atë logjikën e intervalit të moshës? Ne mund ta bëjmë me dy metoda. Për këtë mund të krijojmë një metodë public, e cila do jetë void, edhe do ta quajmë get age, pra të marrim moshën. Dhe normalisht do themi return underscore age, sepse do kthejmë këtë variabël. Do vendosim dhe një metodë tjetër, set age, e cila do marrë një parametër age, po them. Underscore age është e barabartë me age me vlerën që kemi vendosur ne. Këtu duhet të vendosim int, kemi vendosur gabim dhe jemi në rregull. Tashmë, lind pyetja, a e zgjidh problemin kjo mënyrë që kemi vendosur ne? Deri në një farë mënyrë e zgjidh, por përsëri ne jemi në gjendje të vendosim çfarë do lloj vlerash tek set function. Për shembull, nëse ne themi person set age dhe vendosim një vlerë shumë të madhe dhe bëjmë console write line, themi person get age. Po ta ekzekutojmë programin, do shikoni këtë vlerën 8784. Por kjo nuk është e saktë nga ana e logjikës së moshës, sepse ne thamë që duhet ta përcaktojmë intervalin nga 0 tek 130. Dhe për këtë ne vendosim një kusht logjik këtu lart dhe themi if age, vlera pra që kemi ka hyrë tek metoda si argument, është më e madhe se sa 130 ose age është më e vogël se sa 0-ja, do shfaqim një mesazh, do themi ju nuk lejoheni të vendosni një vlerë jashtë intervalit, po them 0-130. Për ndryshe,
marrim rrjeshtin këtu dhe vendosim këtu lart. Pra, po ta shikoni, tashme metodat janë shumë të vlefshme. Janë të shumë të vlefshme sepse e para nuk na lejojnë që të vendosim vlerat e pa dëshiruara mbi variablin age, dhe e dyta është që ne përdorim metodën get për ta marrë këtë vlerë kur të duam ne. Këto ndryshe quhen getter dhe setter, pra dy metoda e cila njëra vendos vlerën sipas një logjike të caktuar dhe tjetra kthen vlerën. Po ta ekzekutojmë programin, do shikoni që printohet mesazhi: ju nuk lejoni të vendosni një vlerë jashtë intervalit 0-130. Por po ta shikoni, në këtë moment lind një problem tjetër, sepse nëse ne kemi më shumë se sa një variabël, të cilën ne duam t'i ruajmë integritetin, pra ka kushte të caktuara, po them që duhet të ndodhet midis vlerave të caktuara e tjerë, ne duhet të kryejmë për secilën nga ato dy metoda të cilat janë getter dhe setter, siç kemi krijuar këto. Dhe normalisht kodi do bëhej shumë i zgjatë dhe do bëhej goxha i komplikuar. Për këtë, në C# është zgjedhur një zgjedhje me anë të properties. Properties nuk janë asgjë tjetër, vetëm një modelim i getter dhe setter në një metodë të vetme. Në një metodë të vetme nuk është tamam metodë, por është ngjashme me një metodë. Në fakt, enkapsulimi duke përdorur .NET Properties është zgjidhja më e mirë për të mbrojtur integritetin e të dhënave. Le ta shikojmë një zbatim konkret me anë të një property se si ne e mbrojmë integritetin e variablit _age. Le t'i fshijmë deri në këtë pikë. Do të themi public int, themi int sepse kjo property do na kthej integer, pra do na kthej vlerën e variablit _age dhe i japim një emër të çfarëdoshëm. Për shembull, un po them jap emrin age në mënyrë që ta bëj të ndryshme nga _age. Në këtë moment, nëse do kishte qenë një metodë, ne do kishim vendosur klapa rrethore. Por me qenë se është një property, nuk vendosim klapa rrethore, por vendosim direct bodyn. Siç e kemi vënë këto. Brenda kësaj property, ne kemi dy pjesë të cilat janë shumë të rëndësishme, është pjesa get dhe pjesa set. Pra, të dy ato metodat getter dhe setter që i kishim më lart, tashmë futen brenda një property. Dhe si bëhet në C#, shkruajmë get dhe krijojmë trupin për pjesën get. Tek pjesa get thamë që ne do themi return _age. Pikpresje sepse është një statement, pra pjesa këtu është një statement normale dhe vendosim pikpresjen në fund. Ndërsa pjesa këtu është trupi i get. Tani kemi dhe set. Tek pjesa set do vendosim logjikën se çfarë do të ndodhë me variablin _age nëse ne tentojmë të japim një vlerë këtij properties. Me qenë se nuk është një metodë, ne nuk kemi argumenta që të themi if për shembull age është më e madhe se sa 0 e tjetë vendosim kushte sipas argumentit që hyn brenda metodës, por është një keyword i veçantë që jep vlerën që ka hyrë te kjo property dhe ky keyword quhet value. Dhe do themi if, e ta zbresim me poshtë, if value është më e madhe se sa 130 ose value është më e vogël se sa 0, ne do printojmë mesazhin console write line. Ju nuk lejoheni të vendosni këtë vlerë. Për ndryshe, vendosim _age është e barabartë me value. Pra le ta përsërisim edhe një herë çfarë kemi bërë. Këtu fillon property dhe këtu mbaron. Kjo është pjesa e trupit të properties. Kjo property do na kthej një integer gjithmonë kur e thrasim, ka emrin age. Në momentin kur e thrasim për të kthyer vlerë do ekzekutohet pjesa get dhe do na kthehet ky variabli këtu lart vlerat që ne kemi vendosur paraprakisht. Dhe nëse ne do vendosim një vlerë do ekzekutohet pjesa set, e cila ka një logjik të caktuar brenda. Dhe do themi nëse value pra vlera që do hyj është më e madhe se sa 130 dhe kushti tjetër, shfaq këtë mesazhin. Për ndryshe, jepi vlerë këtij variablit këtu lart me atë value ose me atë vlerë që ne kemi futur. Le ta shikojmë duke zbatuar praktikisht. Për momentin ne mund të themi person, pik, po ta shikoni tashmë del property age dhe ne mund të japim një vlerë të çfarëdoshme, po them 46. Console write line. Madje përdorimi i properties është shumë i thjeshtë sepse po ta shikoni mund ta trajtojmë si një variabël normale. Pra themi person pik emrin e properties është e barabartë me vlerën e caktuar. Ndërsa këtu themi person pik age.
Tashme, në këtë pjesën këtu, kompilatori e kupton vetë që do ekzekutohet metoda set, sepse kemi një assignment operator ose operatorin e barazimit, ndërsa këtu poshtë kompilatori e kupton që do ekzekutohet pjesa get, me sens se ne do marrim vlerë nga kjo property. Po ta ekzekutojmë, do shikoni që do printohet vlera 46. Pra çfarë ka ndodhur? Kur kemi thënë person.age është e barabartë me 46, vlera 46 ka shkuar këtë poshtë dhe është vendosur në vend të vlerës value dhe ka provuar kushtin. Nëse 46 është më e madhe se sa 130 ose më e vogël se sa 0-ja, ekzekutohet ky mesazhi. Por duke qenë se nuk është e vërtetë ky kusht, bën që _age të jetë e barabartë me këtë value, që në këtë rast është 46. Pastaj kur kemi tentuar të marrim vlerë pra me console write line për ta printuar në ekran, kjo automatikisht shkon dhe thërret pjesën get dhe pjesa get kthen return _age-in e cila mori vlerën 46 këtu lart. Tashmë po ta shikoni, kjo property e ruan shumë mirë integritetin e variablit këtu lart. E ruan shumë mirë sepse variabli vet është private, pra është i paaksesueshëm nga jashtë, dhe nga ana tjetër kemi të vendosur brenda logjikën e vlerëdhënies së këtij variablit. Pra kemi të mbrojtur. Nëse ne tentojmë të japim një vlerë shumë të madhe, ta bëjmë start, do shikoni që thotë ju nuk lejoni të vendosni këtë vlerë. Kjo është pak a shumë logjika e properties. Pra duhet krijojmë një koncept të përziershëm. Normalisht duhet të jetë public sepse do aksesojmë nga jashtë. Do ketë një return type i cili do jetë i njëjtë me variablin të cilin do enkapsuloj. Do ketë një emër të veçantë, normalisht të ndryshëm nga variabli. Zakonisht preferohet që variablat që janë private të vendosen me underscore përpara, ndërsa të tjerat të vendosen me emrin normal që ne e përcaktojmë. Do ketë një pjesë get, një pjesë set, të cilat do kenë logjikën e tyre brenda. Përveç këtyre, kemi në fakt disa llojesh, kemi automatic properties, të cilat janë properties që nuk bazohen mbi një variabël tjetër, pra supozojmë që ky variabël këtu nuk ekziston fare, sepse normalisht kemi një property dhe një variabël dhe normalisht kodi është i dyfishuar për të njëjtën gjë, por enkapsulojnë vetveten. Kur them enkapsulojnë vetveten, pra ekziston vetëm një property e cila simbolizon ose modelon variablin age. Por problemi i tyre qëndron në një fakt të thjeshtë që ne nuk mund të kemi logjik brenda get dhe set. Pra mund të themi vetëm get dhe vetëm set. Kur themi get dhe set, jemi të detyruar të vendosim pikpresjen e fund sepse këto do merren si statement. Tani çfarë ndodh në këtë moment? Në këtë moment kur themi person.age, japim këtë vlerën këtu, ky si variabël do shkojë dhe do vendoset tek property age, pra sepse do ekzekutohet pjesa set. Ndërsa më poshtë, nëse ne tentojmë ta përdorim këtë variabël, atëherë normalisht do ekzekutohet pjesa get dhe do marrë vetë variablin që është i vendosur në këtë property. Ky është automatic property, po ta shikoni tashmë na printohet kjo. Pra siç e thashë keqja aty është se nuk mund të kemi pjesë të tjera ekstra të vendosura brenda get ose brenda set. Përveç këtyre kemi edhe properties të cilat janë read only ose write only. Çfarë duhet të them me read only ose write only? Është shumë e thjeshtë, në fakt ne kemi një property e cila ka vetëm get ose set brenda. Për shembull, nëse ne kemi vetëm këtë pjesën get dhe kemi këtu private, po them interest është e barabartë me një vlerë 4.5. Ti vendosim një double. Këtë po ndryshoj dhe e bëj bank. Ndërsa këtu do kemi një property e cila kthen gjithmonë interest. Tani, pse është e nevojshme sipas jush të vendosim një variabël e cila do jetë private dhe do jetë interest dhe të kemi një property tjetër e cila do jetë interest? Është e nevojshme sepse nëse kjo do ishte public, mund të modifikohej nga jashtë, ndërkohë që ne nuk duam ta modifikojmë. Dhe në këtë moment, përderisa kemi një property e cila ka vetëm pjesën get, do të thotë që kjo vetëm mund të lexojë. Dhe ne mund të vendosim një body return, po them interest. Le ta ndryshojmë edhe këtë. Dhe jemi në rregull. Tashmë po tentojmë këto të krijojmë një variabël të tipit bank. Po të themi console write line. Dhe themi bank pik interest. Po ta shikoni del tashmë property. Po ta ekzekutojmë këtë start, do shfaset interesi përkatës.
Në këtë rast jemi të sigurt që ne vlerën e këtij variablit nuk e ndryshojmë dot përderisa është private dhe gjithashtu kemi një property e cila na e kthen këtë interes kurdo që ne e duam. Gjithashtu njëta logjike është me set, mund të vendosni këtu set, po them mund të vendosni që interes është barabartë me value. Ose mund të vendosni edhe një logjik tjetër. Kjo është vetëm për të vendosur, tashmë ne mund të themi bank pik interes është barabartë, mund ta ndryshojmë po them me 4.9. Në këtë rast jemi të sigurt që kemi ndërruar vlerën e interesit nga 4.5 në 4.9, por ne nuk e aksesojmë dot përderisa kemi vetëm pjesën set brenda. Kjo është logjika pra e read only property dhe write only. Kjo është write only, ajo ishte read only. Përveç kësaj kemi dhe static properties. Static properties janë shumë të mira në momentin kur ne kemi fields të cilat janë static. Për shembull, në këtë rast kur kemi klasën bank, një rast ideal është që interesi të jetë statike. Pra që nëse ne kemi më shumë se sa një objekt të kësaj klase, të gjitha të kenë këtë vlerë shared. Pra mos të krijohen, po them nëse kemi 100 objekte të krijohen 100 variabla interes, por të jetë një variabël i vetëm interes i krijuar që është ndarshëm ose shared mes të gjitha objekteve. E kemi sqaruar se çfarë do të thotë static në tutorialet e tjera. Dhe në këtë rast ne vendosim public static double interest dhe kjo property gjithashtu do jetë e njëjtë për të gjitha objektet e krijuara nga kjo klasë. Return interest. Në këtë moment kjo property është static dhe na ndihmon për të marrë vlerën e variablit interest kur ne duam dhe gjithashtu është shared mes të gjitha objekteve ose e ndarshme mes të gjitha objekteve. Pra nuk është e duplikuar sa herë që ne krijojmë objekte të reja. Pra nëse ne them console.write bank interest, do ta shikoni që tashmë kjo aksesohet vetëm me emrin e klasës. Kjo na le të kuptojmë që kjo property e quajtur interes është e ndarshme mes të gjitha objekteve. Po ta bëjmë start, do shikoni që printohet. Pra nuk kemi krijuar një objekt të klasës bank, ne mund ta fshijmë këtë fare. Pa krijuar një objekt të klasës bank, ne mund ta aksesojmë vlerën e këtij variablit përderisa është statike dhe me sen se të gjitha variablat statike krijohen që në fillim të programit, pra sapo kompilohet programi, atëherë normalisht kjo është aksesueshme edhe pa krijuar një objekt të asaj klase. Në Visual Studio, për gjenerimin automatic properties kemi edhe një mënyrë tjetër, e cila në fakt na shkurton shumë punën. Nëse ne po them duam të krijojmë një automatic property mbi variablin interes, mjafton të klikoni prop dhe do shikoni që e gjeneron vetë këtë property pasi kemi shtypur butonin tab. Tashmë këtu vendosim tipin, me sen se ne kemi double do vendosim double. Këtu vendosim emrin pastaj interes. Dhe jemi në rregull. Kjo është një mënyrë e shkurtër për të krijuar automatic properties. Pak a shumë këto janë properties, pra na ndihmojnë shumë për të ruajtur integritetin e të dhënave në mënyrë që të jenë të pa aksesueshme nga objekte të jashtëm, pra nga instanca, dhe gjithashtu na forcojnë logjikën ose detyrojnë në një farë mënyrë objektet që të kenë një sjellje logjike sipas kushteve që ne kemi përcaktuar në këtë property. Ky është pak a shumë koncepti encapsulation, pra që të dhënat të cilat duhen të jenë private në një objekt, gjithmonë duhet të jenë private. Në tutorialin e radhës do kalojmë tek inheritance ose trashëgimia, e cili është një koncept shumë i rëndësishëm në botën e programimit. Me kaq këtë tutorial e mbyllim. Shpresoj të jetë sa më edukues. Bëni sa më shumë subscribe në YouTube, share në Facebook. Mirupafshim në tutorialin e radhës.